Në fshatin Lusën, mes maleve të Kuksit, ende qëndron gjallë një traditë e vjetër sa koha. Qazim Peposhi, afro të 60-ave, është një nga të paktët që vazhdon të mbajë gjallë blegtorinë autoktone të zonës. Prej dekadash, ai kujdeset për 150 krerë dhi, bashkë me 3 lopë, 3 kuaj dhe 4 qenë që shoqërojnë çdo ditë në mal. E vështirë është, se të më qohë njës, edhe natë të më qohë mi pa. Trek për qitje s'ka. Kurse për dyrën darkë, për 12 orë i e picë të blegtoria. Me bashkëshorten, Qazimi ka ndërtuar gjithë jetën mbi këtë punë, ka rritur fëmijët, ka ngritur shtëpinë dhe u ka dhënë 3 bijve të tij arsimimin që dikur duke i pa arritshëm. Ka pas tërë fshati, ka 300 shpina shtek, fshati Lusën, ka pas këtë, ka 20-40 fjallë o boshin 5-6 copë, tani janë veç 2 vetë kanë bajë, s'ka ma, se 3 kanë ikë në këtë najtë to. Por Qazimi nuk ka ndërmend të dorëzohet. Për të, këto kafsh nuk janë thjesht bagti, janë trashëgimia e një zone, historia e një fshati dhe jeta e një familjeje që lufton çdo ditë për të mos u shkëputur nga rrënjët.